Falëndrimi absolut I takon vetëm Allahut Madhërisht. Paqja dhe mëshira Allahut mbi krijesën më të mirë Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Mbi shokët e tij, mbi familjen e tij dhe ata që e pasojnë më të mirë deri ditën e Kiametit. Që njeriu të shkel me kamën e tij në xhennet. Që njeriu të shef thirrjen e Allahu xhalla xhelaluhu. Që njeriu të jetë në të vërtetën këtë botë deri ditën e vdekjes. Që njeriu të përcillet me bereqet nga Allahu xhalla xhelaluhu. Që Allahu t'ia dën të mirën njeriu. Këto janë disa prej sendeve më të larta në këtë botë, që nuk arrihen ndryshe vetëm se duke ndjek rrugën e vërtetë dhe qëllimet kryesore për të cilat e ka krijuar Allahu xhalla xhelaluhu. Kur njeriu në momentin e parë vjen ndesh me sendet që Allahu për ato synimet ka kriju. Kur njeriu vjen ndesh që mund namazin e vet me sendin që Allahu për të cilin e ka obliguar namazin. Për sendin të cilin Allahu xhalla xhelaluhu ka obliguar zakatin, agjerimin, e tjera prej sendeve, atë vjen ndesh kundër Allahu xhalla xhelaluhu. Jetat Islam kanë thënë që me ardhmë një karshi Allahu subhanahu wa ta'ala janë dy shkaqe. Janë dy shkaqe që njeriu faktikisht nuk e kupton apo nuk e mundson Allahu xhalla xhelaluhu me qenë pjesa asaj se ti e ki kuptu Allahun. Për me kuptu Allahun xhalla xhelaluhu nuk mjafton vetëm inteligjenca. Për me kuptu e Kur'anin, fjalën e Allahut, atë që zbriti Gjibrili alayhis salam te 124.000 të dërguar të Allahut që Allahu I dërgoi. Dhe te I fundi Muhamedi sallallahu alaihi wasallam nuk është pjesë vetëm e inteligjencës. Jetar Islam ka thënë janë dy sende kryesore. E para, su'ul fahm. Keq kuptimi apo para asaj qëllimi I keq. Niyeti I keq. Kur njeriu ka nijet të keq ndaj vetë Kur'anit. Prandaj Kur'ani fisnik. Allahu xhalla xhelaluhu ka përshkruar se për besimtarët është shërim, ndërsa për tjerët, për ata të cilët janë devijum, hasara. E ka bëu Allahu xhalla xhelaluhu devijim. E ka bëu Allahu subhanahu wa taala pjesë të mjerimit për njerëz të cilët nuk I besojnë Kur'anit. Prandaj kujdes me qëllimin e keq para prak. Nëse thot dikush prej neve, unë nuk ka shans me pas qëllimin e keq ndaj Allahut. Tamam, besoj. Por edhe nëse e ke qëllimin e keq ndaj robit të Allahut, edhe kjo është pjesë e qëllimit të keq që Allahu ta humb kuptimin tënd. E këto kanë thënë dietat Islam, bahrun la sa'ila lahu, la sahila lahu, është një deti dhe oqean pafund. Dëshirat tona, zilit tona, inatet tona, qëllimet e tona, paraprakët këqija, të cilat me kalimin e kohës prishën, e bëjnë ndamin shumë. Dhe e dyta, keq kuptimi. Këto janë dy sende, përndryshe ka shumë prej shkaqeve që njeriu nuk e kupton. Prej sendeve të njohura të popullit jon, është kur e shohin një person fetar, I shkolluar për fe, ka qenë në Arabi, e një arabishtën I lexueshëm madje, po si ka mundësi ai me deviu, si ka mundësi filani me deviu. Si ka mundësi me deviu filani ka ne në botën arabe 10 vjet, si ka mundësi me ndodh kjo? Shkaqet janë shumëta. Por këto janë kryesorët dhe më e madhe e kësaj është niyeti I mbrëmshëm që njeriu don me arrit dikun. Allahu xhalla xhelaluhu në Kur'an ka përmend shembullin e gomarit kamathali al-himari yahmilu asfara. Si gomari I cili I bart librat. Pra nuk kupton hiç kur gjapo I librave. Kjo është shembulli I popullit që ka devijuar nga rruga e Allahut. In tahmil alayhi yalhath aw tatrukhu yalhath, apo shembullin tjetër më të keq që ka dhënë Allahu xhalla xhelaluhu, shembulli I çenit. Nëse ti ja çet kocin, ai ja çet guhën, nëse ti nuk ja çet prapë çet guhën, esa shembulli I keq është për njerëzit e devijuar. Dhe kjo ekziston në këtë dynjë. Dhe na jemi duke afruar kashiet e Kiametit, për të cilat ka përmendur sallallahu alaihi wasallam se do të ndodhin dikon 3 apo 4 fitna. Dhe se në hadithet e Hudhaifa ibn Yamanit radhiyallahu anhu,
i cili ka qenë dietari i sahabëve për shije të Kiametit. Ai tregon se pjesa e parë do të godet gjakun e muslimanëve. Pjesa e dytë ka pas raste në histori, ka godit edhe punën e grave të muslimanëve, kjo keq. Pjesa e tretë është pjesa ku njerëzit do të goditen, apo e dyta është në pasuri, e treta të puna e grave, e katërta është të puna e fejs, e duhejma. E ka mërtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e duhejma, ma të dharu bejten min bujuti muslimin illa dhe khaletku. Nuk med në një shtëpi prej shtëpive të muslimanëve, vetëm se futët. E dehma në gjuhën arabe, transmetohet se një deve prej deveve të arabëve në kohën e xahilietit ka qenë aq inteligjente ajo devja, sa që grupet e tëra të fiseve i ka bë me luftu me zvete, para mendon, një deve. Intriguse, deve, jo njeri. Intriguse i ka çu mu luftu fise të ndryshme, jo e jemi ashtë, jo e joti ashtë, dhe njerëzit futen në fitne. Ku ndodh kjo në ummet? Ndodh me ummet kur njëri e humb kokën e vet. Andaj sahabët radiallahu anhum para Kiametit, kur i përmend pejgamberi sallallahu alaihi wasallam këto detale të devimit, e wa ma'ana uquluna ya Rasulullah, a i kemi mendin me vetina ya Rasulullah? Po i keni mend. Mirë po, jezigu kulubu këthirin minhum, devijojnë shumë zemra, devijojnë shumë njerëzi nga kjo rrugë. Prandaj kujdes. Nuk ka diçka më të mirë se njeti i mirë dhe i sinqert dhe lutja më e madhe. Prandaj, prej sendeve që na ndihmojnë në gjetjen e të vërtetës, është ajo çka quhet ijtihad me kërku të vërtetën dhe me qenë i paanshëm. Prej sebepeve që kanë përmend dietat islam në devimin e njerëzve është el-i'tiqadu qabla al-bahth. Me besue për diçka para se me kërkue. Apo ajo çka quhet të njerëzit tifozeri. Ajo çka bëjnë njerëzit në tifozeri pas dikujna, kur e japin mendjen pas dikujna, kur besojnë te dikush. Prandaj në kohë të fitnes, kujdes se krimi më i madh nuk është vetëm te ata të cilët rrejnë, se ata jetojnë në kohën e rrejnës. Krimi më i madh është edhe te ata të cilët besojnë. Krimi më i madh është te ata të cilët besojnë, hiç pa i verifiku sendet. Prandaj besimtari do të me qenë i paanshëm në kërkim dhe në bahth, dhe me qenë i sinqert. Andaj Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah thot, më ka ndodhur rasti me kërkuar një ajet 100 tefsire. Më ka ndodhur rasti me kërkuar një fjalë të Allahut në 100 tefsire. Dhe s'ku mund të më ardhë në përfundim 100 tefsire vëllazër, jo një. 100 tefsire të ndryshme i ka kërkuar. Pastaj s'ku mund me gjetë diçka tergjih me anu të njëra, dhe kum shku të një xhami prej xhamiave të Damaskut, e cila ka qenë xhamia e shumë, s'ka pas xhamat, dhe në të cilën s'ka pas tepiha, as hasër. Kum ran sejdë prej një namazi deri namazin tjetër, nuk jam dalë duke thënë ja muallima Adama wa Ibrahim allimni. O mësuesi Ademit dhe Ibrahimit, mëso mua. O ja mufahhim Sulejman fahimni. O ti cili ke dhënë kuptim Sulejmanit, jepëm kuptim edhe mua. Feidha, dhe Allahu xhelle xhelalu ma zaran të gjoksin, edhe në kishte dhënë kuptime as më dha. Kjo është ai bereqet që Allahu xhelle xhelalu ja ka dhënë Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, që kanë mbet mbi 1000 libra të atij sot, ndërsa në kohën e vet nuk kanë lënë libra pa djeg të Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Kjo është lutja Umar ibn Khattabit, kjo është lutja Abu Bakrit, po kjo është lutja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i cili nuk është ngrit në namaz natës, vetëm se ka thonë Rabbi Jibril wa Israfil wa Mikail, o Zot i Jibrilit, i Mikailit, i Israfilit, më udhëzo mua në çdo gjë që njerëzit përçahen dhe ndan. Pra sallallahu alaihi wasallam nuk i ka pas sendet si pronë vetja, as njerëzit, as xhamatin, as shekletin. Andaj vëllezër duhet sot edhe më shumë duhet me e kërku të vërtetën dhe me qetë në bereqetin e asaj që ka ndjek Resulullah sallallahu alaihi wasallam. Sepse fitnja e katërt që na përmend pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është fitnatun tusibu ad-din, fitnja ku e godet fenë e njeriut, kjo është më e keq. Ditën e Kiametit s'kemë mendu këtë pjesën e musibeteve të tjera, dhem, kur vdes dikush, kur derët gjaku është keq, kur merret pasuria është keq, puna e nderit është shumë keq, por puna më e keqe në dunja është puna e marrjes së fesë së njerëzve. Sikur që ka ardhur në dua, Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. O Zot, mos e bën musibetin ton, goditjen ton në fen ton. Sepse feja është ajo e cila e çon njeriu me pafyrën e Allahut. Feja është ajo e cila
e bën njeriu njeri. Feja është e cila e bën njeriu të ndershëm, të sjellshëm, të mirë. Dhe Allahu të kënaqet me atë, dhe ai i cili kënaqet lart, Allahu xhela xhelalu kur kënaqet, yardha sakinul ard, të kënaqen edhe njerëzit. Andaj jetojnë në kohë të fitness, në kohë të vezvesës, në kohë të dyshimit, dhe rregulli i madh i fesë, qoftë në islam, qoftë në akide, qoftë në vezvese, qoftë në tekfir, qoftë në abdesit, është enel yaqina la yazulu bishak, bindjen që e ke mos e ndro me dyshim. Allahu ta ka dhënë bindje, ka xhamisja musliman, janë vëllezër këtu, kanë dobësi ata, imami, njerëzit, rrethi kanë dobësi, ti kapu edhe rri me ata se bindja jote është çaty. Dyshime çka të vinë, ka dyshime sa dush, mos i ndërta, se zemra e semur i merr ata. Allahu xhela xhelalu ka thënë Kur'an, fi qulubihim marad. Ata në zemra kanë dyshime. Dietar Islam ka thënë, ai marad kanë dyshime. Marad është dyshim, ku njëri dyshon te vllau i vet, ku njëri dyshon te Allahu xhela xhelalu. Nuk kuzon me besu kësaj. Dhe duhet me qenë për atyre që i ndërtojnë vendimet tona dhe jetën tonë dhe rrethin tonë në bindje dhe në bereqet. Dhe kush prej njerëzve kërkon prej Allahut durimin, Allahu jep. Kush prej njerëzve kërkon prej Allahut xhella xhelaluhu urtësinë dhe butësinë, Allahu jep. Kush jep urtësinë, kush e kërkon urtësinë, Allahu jep. Wa man yatasabbar yusabbirhu Allah. Kush e kërkon durimin dhe dijen, Allahu jep dijen atij, Allahu më mundsoft. Procentet në dunja, apo arritja kënaqësisë Allahut, arritja e mendimit mirë për Allahun xhella xhelaluhu, për vllaun tan, për rrethin, që ka diçka e cila duhesh me tentu për atë. Andaj para mendo, sahabët radhiyallahu anhum kanë dhënë sadaka. Allahu i ka urdhëruar në Kur'an me dhënë sadaka mos me pat metër para mendo. Mësoj se kanë pas pejgamberin alayhis salam. Me dhënë sadaka, me lut Allahun që mos i pat metër njëri tjetrit. Se shikimin të metët e njëri tjetrit është fitnë në ummet. Andaj vëllezër, a nuk ka ardhur koha na si musliman me u pjek? A nuk ka ardhur na koha na si musliman me shikuar cili është sendi më parësor te Allahu xhella xhelaluhu dhe më i duhuri? A nuk ka ardhur koha që mos gëzohemi për sende shumë të vogla që i kemi kundrejt Allahut ton, apo gabimet që ja shohim njëri tjetrit? Mos gëzohemi për to. A nuk ka ardhur koha me u rregulluar dhe me u pjek, sepse së shpejti do të shkojmë te Allahu xhella xhelaluhu. Dhe atë kena mira pishman prej momentit, prej sekundit parë që njeri u vdes, i bie pishman. Pra jetojna në kohra kur fitnja do të jetë shumë e madhe, sa që tregon Resulullah sallallahu alaihi wasallam, se shenjat e kiametit shkojnë dhe rrethi ngushtohet, derisa vjen dita që nuk pranohet monifaku dhe ndahen njerëzit në musliman dhe jo musliman, subhanallah. Ila fustatil iman, la nifaqa fi. Do të ndahen në një grup të besimtarëve që në të cilin s'ka nifak, edhe një tjetër të kufrit edhe të shirkut edhe krejt me munafika me krejt me një anë. La imane fi, Allahu na rujt duka iman. La imane fi, kështu ka thënë sallallahu alaihi wasallam. Para kiametit ndodh, nuk po thonë që është kjo kohë. Nuk po thonë që është kjo kohë. Mi po na jetojna në kohra. Na jetojna në kohra të fitness. Ajo që përmendi sallallahu alaihi wasallam, fitnën e duhimas është fitnja e komunizmit e demokracisë. Fitnja e shirkut dhe përhapjes. Fitnja e sufizmit të prum dhe adhurimit të dhoreve. Fitnja e gjithë shkaj që adhurot diku qëtër pas Allahu xhella xhelaluhu. Çdo shtëpi të njerëzve paraqitet, televizioni që është, media që janë, interneti që është fut, gjithë shka që është fut është një thirrje që thret prej ofertave të ndryshme në këtë dunja, që thret ka ajo që me deviju nga rruga Allahut subhanahu wa taala. A kemi deviju? Dije vëlla musliman, se devijimi nuk vjen për një ditë. Devijimi vjen kohë pas kohe. Devijimi vjen te njeriu sipas njetit, sipas keq kuptimit dhe ignorancës. Prandaj gjithçka që sheh prej feve sot me mia fe që kanë dalë, Allahu xhella xhelalu thot baghyan bainahum, nga urrëtia dhe zilia që kishin ata mes veti, u shndruan në këtë fe. Urrëtia dhe zilia që ishte prezente atë që madhe, u shndruan këta që njerëzit fillojnë me besu diçka që në fakt se ka besu. Një bindje që një fjalë, një mendim që më herët se ka pas e ndryshon atë, derisa kjo bëhet fitnë në mesin e njerëzve, a fitnë quhet në shariat. Në fenë Allahu xhella xhelalu çdo gjë e cila e largon besimtarin nga trajektoria ka Allahu xhella xhelalu. Çdo gjë e cila e largon besimtarin nga trajektoria dhe rruga e vërtet e Allahu subhanahu wa taala. Prandaj, nëse jetojnë në kohë të fitnëve, elhamdulillah nuk jetojnë në kohën e fitnëve ku janë vrarë musliman mes veti. Shiqyr.
ku përmend pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, let vjet dita thot, merr shpatën tonë dhe mshoj Uhudit me atë shpatën tonë. Kështu ka thënë sallallahu alaihi wasallam. Pasi që ka ndodhur kjo, atëherë në kohëra të fitnave të si këto, duhet besimtari me urujt prej fetvave të gabume, prej qasjeve të gabume, prej anëve të gabume, prej sendeve të futura në këtë ummet, prej sendeve provokatore dhe provokuese. Nëse provokon një mendim për mendimeve të fikhut apo të akides e diçkajt prej sekteve, nuk është patjetër ti me shkull mendimin karshi ati mendimi, se dhe mendimi që der karshi ati mendimi është i deviju. Por dush me ndik në rrugën e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Në qasje, prekje, kapje, mendime, shikim dhe lakmësi, në trimri dhe guxim dhe fjalë. Ande ka ardhur disa hadithe nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se do të vjen koha dhe prej fitnëve ka me qenë se gjuha e khatibit që është do të jetë më spret se shpata. Pra edhe e të folurit, si të folur është fitne. Dhe njerëzit do të pas kujdes për sendet që nuk i di, për njerëzit që nuk i di, për jetët e njerëzve, për veprat që nuk i din. Subhanallahu, më qenë për atyre që ndalë dhe mendon pak më lart. Edhe veçanti në çështjet e fikut, në çështje ku ka zemërgjërsi dhe ka më shumë se një mendim. Imam Aliku rahimahullah në atë kohë kur është pyet për një çështje bashkohore, në atë kohë ka thonë inna dhunnu illa dhanna wa ma nahnu bimustayqinin. Neve nuk kena ndonjë bindje të madhe për këtë send. Wa ma nahnu bimustayqinin, nuk kena të bindur. Vetëm se supozojmë. Për të tregu se ka dalë se ka mendim tjetër. Për të tregu se ka dalë se ekziston një mendim karshi tjetër. Dhe kjo është stili dhe mënyra në të cilën i kishte edukuar sallallahu alaihi wasallam sahabët. Sikur që kishte thënë sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithtu bil hanafiyyati samha. Allahu ka dërguar me akide hanefite larg shirkut. Pra çdo çështje larg shirkut, larg çdo ideologji, strategji, punëdhënie, mënyrë, fetva, qasje. Krejt të me qenë larg shirkut, hanefije. Es-samha në fik, kanë thonë dietar të islam e lehtë. Në fik e lehtë. Kush prej juve ka lexuar fikhun e Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, e gjen fik të lehtë. E gjen fik të lehtë. Në mendime të lehta. Andaj sallallahu alaihi wasallam në hax kur ka qenë, haxhirera ju përzihet. Shpesh herë anëmina duhet me shku, a gurth një gjujt, a më shku me batafin, ma se ujë Rasulullah, nuk është pyet abdit Rasulullah diçka prej sendeve të haxhit illa qala wala haraj, nuk ka problem. Wala haraj, nuk ka problem. Wa ka zgjeru këtë çështje sallallahu alaihi wasallam. Kjo ka qenë ideja dhe mënyra dhe stili Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apo sahabiu i cili ka flet me gruan e vet ditën e Ramazanit dhe ka pas me agjëruar 12 ditë pa ndal. Atë Rasulullah nuk muj. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me një fjalë ja pranon. Nuk muj. Nuk muj me agjëru. S'ka mundësi me agjëru. Atëherë me dhon sadaka, thos muj Rasulullah. Atëherë sjell dikush prej sahabëve një sadaka. Thot nuk muj me dhon edhe këta. Sadakani ja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikujna. Nuk muj se fukara vet jam, merri dhe jepja familjes tande. Kjo në fik. Kjo është qasja ati alayhi salatu wassalam. Andë nuk ja vlen vëllezërit musliman mundo me zveti, për fik. Nuk ja vlen për mendimet ndryshme a lidhesh këtu apo ku lidhesh. Por ja vlen për qasje të cilat një ditë për ditëve ka mundsi një fetva dhe një qasje dikujna me laçun xhehenem, po vëlla, shko trakit te dera dikujna dhe thuj o ti vëlla, po ta kam rigjan, po të lus, po të tregoj, po të këshilloj vet direkt, privat shkruaj, jo në publik, sikur sot. Wa kana al-insanu akthara shay'in jadala. Ibn Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kështu nga njerëzit. Dhe kjo është origjina jonë. Një ditë për ditëve shkon gjatë natës, i viziton Fatimën dhe Aliun radhiyallahu an, ju tregat nder. Dhe futet brenda sallallahu alaihi wasallam sikur që ka pas zakon se me trakit nder alayhi salatu wassalam. Jo transmetime të tjera që kanë ardhur se ka hyrë dikun sallallahu alaihi wasallam hiç pa leje, kjo është shërb, nuk ka vërtet hiç. Kur një herë, sikur në namaz ka hyrë kështu ka hyrë ndyrë të njerëzit alayhi salatu wassalam, ka hyrë brenda dhe ka thonë, pse nuk falni? Namaznate ka pas qëllimin. Nëse Ali radhiyallahu anhu ka prit më një herë, shpesh herë jo na ndodh neve me pas përgjigje për gjithçka. Po kjo s'është tamam. Ali radhiyallahu anhu pastaj me mall, pas vdekjes e tregon këtë hadith. Normal, kur ndron jetë njëri pastaj ti të ka hik njëri, ka shkuar e tregon ti me mall. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur unë i thash atij, o i dërguari i Allahut, arwahuna bi yadillah, shpirtat i kanë në dorë të Allahut.
Kur don Allahu çatar na zgjon, çatar falmi, I mshoj vetëm kofshës vetë sallallahu alaihi wasallam dhe u largue, wa kana al-insanu akthara shay'in jadala. Dhe le të fjalën e Allahut. Njerëzit në shumicën e sendeve gjejnë behane dhe gjejnë debate dhe gjejnë kritika. Akthara shay, polemika bën njerëzit, debate, e gjejnë një gjë, por s'është e vërtetë kjo. Sepse Allahu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kërkojnë për neve më duhurun, nuk ka qenë fard namazin natës. Po, ai ka kërkuar për njerëzve diçka që është më e mirë. Prandaj kur kanë thënë se Abdullahu është shumë djalë I mirë dhe agjeron edhe ban, ka thënë sa djalë I mirë është Abdullahu law kana yusalli bil layl. Me kanë që është që faret natën. O vëllazër, na gjithë njëri tjetër duhet me këshillu të ajo pjesa që se kemi nas. Shumë prej pjesëve nuk I kemi. Duhet me marrë me këshillu në pjesën që nuk e kemi me u bë më të mirë. Dhe jo me doza shumë të larta. Dhe jo ai I cili është në mustawa 0, ai I cili është në shkallën 0, shkallën 1, në klasën e parë më ia dhon 8, se nuk bën vëllazër. Nuk ka tamam. Se si e ka klasën e vet udhëzimit. Dikujt e ka ecë më shpejt, dikujt më ngadal. Por qëllimi është një ditë prej ditëve na më shkojnë në xhenet. Dhe mos me bë fitnë në këtë dunja, dhe me qenë zbashku, dhe me ndihmu zbashku, dhe me largu inatin dhe qëllimet e këqija, dhe Allahu na pranoi veprat. Walhamdulillahi rabbil alamin.